Eurodeputeti dhe raportuesi për mashininë e Veriut në Parlamentin Evropian, Thomas Vajc, është shprehur i prerë, duke thënë se ndryshimet kushtetuese janë një kusht i pandryshueshëm për anëtarësimin e mashinisë së Veriut në BE. Ndryshimet kushtetuese janë një kusht i pandryshueshëm, nëse këto kritere dhe kushte nuk përmbushen, ai thotë se nuk do të ketë përparim në rrugën drejt anëtarësimit. Ndryshimet kushtetuese janë një kusht për fillimin e negociatave të vërteta të anëtarësimit. Ky është një kusht që lidhet me akuise evropiane, që është legjislacioni që çdo vend duhet të zbatojë dhe ta respektojë. Respekti për pakicat dhe komunitetet është një element themelor për çdo vend që dëshiron të bëhet antar i Bashkimit Evropian. Në këtë kuptim, kjo është një temë shumë e rëndësishme. Duke folur për problemet e mashinisë së Veriut, eurodeputeti Vajc në një intervistë me gazetën bullgare BGNES theksoi se korrupsioni është një problem i përbashkët për shumë vende të BE-s dhe jo BE-s në shkallë të ndryshme. Vajc thekson se ai dëmton intereset e qytetarëve në të gjithë BE-n, por beson se të gjithë duhet të përpiqen për të luftuar korrupsionin në çdo mënyrë të mundshme.